Vetëm gjatë këtij viti janë shpallur 568 vende të lira pune nga 259 punëdhënës aktiv në qarkun e Kukësit, bën të ditur Drejtoria Rajonale e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Drejtori Albert Muja thotë se vëmendja po përqendrohet gjithnjë më shumë tek përputhja mes kërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Në qarkun e Kukësit, zyrat e punës dhe qendra e formimit profesional janë duke bërë një punë të qëndrueshme për të ndihmuar çdo qytetar që kërkon një mundësi të re pune apo kualifikimi. Vetëm gjatë këtij viti janë shpallur 568 vende të lira pune nga 259 punëdhënës aktiv në qarkun tonë, ku sektorët më shumë kërkesa kanë qenë ndërtimi, tregtia dhe shërbimet ushqimore. Aktualisht në zyrat vendore të punësimit në qarkun e Kukësit janë të regjistruar mbi 4000 punëkërkues të papunë. Për t'i ndihmuar ata, janë forcuar programet e nxitjes së punësimit përmes forcimit në punë dhe praktikave profesionale, që u japin të rive mundësi të fitojnë përvojë dhe aftësi konkrete në profesionet që kërkon tregu. Aktualisht 4565 konkurrues të papunë janë regjistruar në zyrat vendore të qarkut të Kukës, ndërsa bashkëpunimi me 63 punëdhënës të ri tregon qartë se tregu përgjithërohet, ku gjithsej bashkëpunimin kemi me 862 punëdhënës në qarkun e Kukësit. Një vëmendje të veçantë kemi kushtuar programeve të nxitjes së punësimit përmes formimit në punë dhe praktikave profesionale, ku gjatë këtij viti janë përfshirë 65 punëkërkues në Kukës, Has dhe Trapoj. Këto programe janë shembuj konkret të mënyrës se si ne lidhim punëkërkuesin me biznesin dhe krijojmë përvojë reale pune që shpesh herë përfundon me punësim të qëndrueshëm. Gjithashtu, qendra e formimit profesional në Kukës ofron një gamë të gjerë kurses që përfshin rrobaqësi, parukëri, aftësi digjitale dhe aftësi për punësim. Në Trapoj e Has janë zhvilluar kurse për sipërmarrje, shërbimet në bujtina, instalime elektrike dhe manikyrë dhe pedikyr, që ndihmojnë qytetarët tanë të fitojnë aftësi praktike dhe të qëndrueshme në treg. Ndër përfituesit e këtyre programeve janë edhe Taulant Gjuta dhe Agim Demnushaj. Ata thonë se mbështetja e marrë u ka dhënë mundësi të qëndrojnë pranë familjes dhe të sigurojnë të ardhura në vendlindje. Unë jam Agim Demnushaj dhe mora pjesë në programin e vetë punësimit, ku gjeta një mbështetje mjaft domethënëse që më dha një ndihmë dhe një zhvillim përpara në ecurinë time të punës. Vazhdoj të punoj dhe e kam aktivitetin shumë të rregullt. Unë jam Taulant Gjuta, jam i vetë punësuar të zyra punës, kam marrë si profesion hidraulikun. Jam rikthyer nga Kurbeti, e gjeta veten këtu, më mirë se sa në Kurbet. Kush do të punojë ka vendin këtu, s'ka nevojë t'i ke. Sipas përfaqësuesve të zyrës rajonale, interesimi i të rinjve për t'u përfshirë në programe të tilla po rritet vit pas viti. Qëllimi është jo vetëm punësimi, por ndërtimi i një kulture të re të punësimit dhe vetë punësimit që synon të frenojë dhe largimin e të rinjve nga rajoni.